Paralajmërimet për shtrejtimin e energjisë elektrike 35% me kërkesë nga zëroja është ndoshta një kërkesë që do duhet të merr secili qytetar dhe biznes si shqetësim të madh, për arsye se me këtë do të rritet e tërë shpenzimet dhe ngarkesat të çdo ekonomie familjare dhe të çdo biznesi, dhe kjo do të jetë në pikpyetje për qëndrueshmëri të bizneseve. Prandaj Kosova edhe aktualisht e ka energjinë elektrike më të shtrenjtën në region, por kjo do të ngritë Kosovën në nivel të shteteve të Evropës me shtrejtim të energjisë elektrike. Prandaj qeveria do duhet të shikon këtë kërkesë seriozisht dhe mos të zbaton ose mos të lejon zërojen që të vjen deri te ngritja e çmimit për këto arsye që i cekëmerret. Energjia është e lidhur kryesisht mbi 33% në çdo shërbim dhe produkt që ne kemi. Prandaj kjo do të detyron që të ngriten gjitha shërbimet, gjitha produktet, dhe kjo do të varfron edhe më tutje qytetarin e Kosovës, dhe Kosova do të mbetet ende në rangun ndër shtetet më të varfura, për arsye se pothuajse tërë buxheti i tyre do të jetë i orientuar ka shpenzimet e përditshme siç është energjia elektrike, dhe me këtë qytetarët e vendit dhe bizneset do të ballafaqohen me një krizë të thellë. Kosova është ballafaquar edhe me shtrejtim të energjisë elektrike dhe me ndërprerje të saj dhe mos furnizim të rregullt. Me havari pas ndërprerjeve të ndryshme, kjo do të rëndonë më shumë edhe pse energjia elektrike në të kaluarën sipas ulëmtimeve tona ka qenë një nga top 5 problemet më të mëdha që ka pas Kosova. Kjo mund të jetë një nga 3 problemet më të mëdha që do t'i kenë bizneset dhe ekonomitë familjare. Prandaj, kur krejt botën energjia elektrike është stabilizuar dhe është liruar dhe ka energji të mjaftueshme, në Kosovë çuditërisht është duke kërkuar për ngritje çmimi.